Faza kualifikuese e Europës për Kupën e Botës 2026 ka përfunduar dhe tashmë janë zyrtarizuar dhe 16 skuadrat që do të luftojnë për fazën play-off për 4 vendet e fundit të kontinentit. Mes tyre janë dhe Shqipëria e Kosova, të cilët do të marrin pjesë në short me 20 nëntor në Nyon të Zvicrës. Të dyja kombëtarët shqiptarë janë vendosur në vazën e tretë së bashku me Irlandën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ky pozicionim bën që Shqipëria dhe Kosova të mos përballen me njëra tjetrën në raundin gjysmëfinal të play-outit. Sa i përket vazave të shortit, në vazën e parë janë Italia, Danimarka, Turqia dhe Ukraina, në vazën e dytë Polonia, Uelci, Çekia dhe Slovakia. Në vazën e tretë, Shqipëria, Kosova, Irlanda dhe Bosnjë-Hercegovina, ndërkohë që në vazën e katërt të ardhur nga Nations League janë Suedia, Rumania, Maqedonia Veriut dhe Irlanda e Veriut. Por si do të funksionojë play-offi? Shqipëria dhe Kosova do të luajnë ndeshjen e parë në transfert në një prej ekipeve të vazës së dytë. Fituesit e gjysmëfinaleve do të kalojnë në finale, ku fusha e lojës do të përcaktohet sërish me short. Kujtojmë që të gjitha ndeshjet do të luhen me një takim të vetëm, ndërkohë që faza e play-offit do të luhet në mars, gjysmëfinale me 26, ndërkohë që finalet me datë 31. Shorti i ditën e nesërme pritet të jetë vendimtar për rrugëtimin e mëtejshëm të dy përfaqësuesve shqiptare që synojnë të shkojnë për herë të parë në Kupën e Botës.